Pas vitesh të tëra studimi, e premtja mbarte një emocion të veçantë për studentët e sapo diplomuar të UAMD-s. Kapelet e hedhura lart në ajër nënkuptojnë mbylljen e një cikli të veçantë të rinisë së tyre, të kaluar në auditore, dhe hapjen e një kapitulli të ri në jetë, atë si profesionist të arshëm. Të sapo diplomuarit në 5 fakultetet e UAMD-s i kanë synimet e qarta për periudhën në vijim. Disa e shohin veten të realizuar jashtë vendit, të tjerë të ardhmen e tyre e planifikojnë të ndërtojnë këtu. Unë si një re e këtij qyteti, këtij vendi, mendoj që duhet të kontribuoj në këtë vend dhe nuk e mendoj largimin jashtë. Tani që flitet shumë për largimin e të rinjve jashtë vendit, ju si e planifikoni të ardhmen tuaj? Patjetër që edhe ne jashtë. Unë të ardhmen time mund ta shoh dhe këtu. Aktualisht jeni në marrëdhënie pune? Po. Dhe jeni i kënaqur, besoj? Po, në privat normalisht i kënaqur. Suksese atë. Për momentin nuk është se kam bërë plane, po shpresoj këtu në vendin tim. Unë mendoj që të ri këtu, nuk kam se të largohem dhe të zhvilloj vendin e huaj, më mirë zhvilloj vendin tim. Në këtë vit të veçantë për historikun e UAMD-s, kur mbush 2 dekada jetë akademike, Universiteti i Durrësit mbyll një vit të suksesshëm për të rinisur një tjetër me më shumë risi. Sot diplomohen 2172 student nga të 2 ciklet e studimit, bachelor dhe master në të gjitha programet. Veçori këtë vit është se për herë të parë studentët tonë marrin diplomën e 2 fish të Universitetit Aleksandër Moisiu Durrës dhe të Universitetit La Sapienza. Për herë të parë në auditorët e Universitetit Aleksandër Moisiu Durrës do të ulen në studentë ndërkombëtar. Deri tani aktualisht janë regjistruar 10 studentë ndërkombëtar. Mes ngjitjes në skenë për të marrë diplomën, takimit me lektorët që u dhan dije gjatë viteve të shkollimit, si dhe emocioneve të prindërve dhe të afërmve për arritjet e tyre, studentët e sapo diplomuar të UAMD-s përjetuan një nga netët më të rëndësishme të rinisë dhe formimit profesional.